Përshëndetje shenja virgjëreshës, sot do të zhvillojmë një pyetje rrufet të tipit kush ju xhelozon. Kartat që ranë për ju janë mashkull kryesor, peshk dhe shenjë toke. Karta e mashkull kryesor nënkupton se xhelozia vjen nga një mashkull i rëndësishëm në rrethin tuaj, dikush që ka pasur ose ka një rol dominues apo ndikues. Mund të jetë dikush që ndjehet në hijen tuaj, qoftë në sferën profesionale, emocionale ose shpirtërore. Ky person ka ndjerë që ju keni përparuar më shumë, keni fituar më tepër respekt apo stabilitet se sa ai. Karta peshqit simbolizon bollëk, financa dhe vetëvlerësim. Xhelozia mund të jetë e lidhur me mënyrën se si ju menaxhoni burimet tuaja, emocionalisht ose materialisht. Ju keni një sens të brendshëm organizimi dhe fuqie praktike që të tjerët e admirojnë, po për këtë është bërë burim krahasimi dhe pakënaqësie pra për këtë personin. Shenjë toke, me kartën shenjë toke, sikur përforcohet fakti që xhelozia mund të vijë nga një person që është vetë shenjë toke, pra Demi, Briciapi ose Virgjëresha si ju. Kjo ndodh shpesh kur dy njerëz me karakteristika të ngjashme përplasen në heshtje, si një rivalitet i fshehtë, ku tjetri përpiqet të tejkalojë përpikërinë, mençurinë ose kontrollin tuaj emocional. Nëse dikush ndjen xhelozi për ju, është sepse ju keni arritur aty ku ata ende luftojnë të mbrinë. Paçim!